A ka përmendur Isai alayhi salam dërgimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Po, Isai alayhi salam është prej atyre profetëve që e kanë përmendur dërgimin e profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë përgëzuar njerëzit për ardhin e tij. Madje nuk ka patur ndonjë profet për profetëve të Allahut vetëse u është marrë një besë e tillë, siç thot Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, se Allahu madhëruar u ka marrë atyre besën që nëse do dërgohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ata do jenë të gjallë, ta ndjekin, ta pasojnë dhe ta përkrahin ata. Siç edhe u kanë marrë profetët pastaj besën popujve të tyre që nëse Allahu madhëruar do ta dërgojë këtë profet, ta përkrahin, ta ndihmojnë dhe ta ndjekin. Dhe këtë detyrë më së shumti kuptohet do rëndonte mbi Isain alayhi salam, profeti i fundit që pas tij do dërgohej Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëruar kur përmend Isain alayhi salam në Kur'an, thot se ai ndër të tjera u ka thënë Bani Israilëve: "O mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmed", që do të thotë unë ju përgëzoj ju me ardhen një profeti pas meje, emri i cilit është Ahmed. Dhe në këtë fjalë të Isait alayhis salam bien në sy dy gjëra. E para, përcaktimi i emrit dhe që është përmendja e emrit Ahmed, dhe ky emër si dihet është prej emrave të profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai është Ahmedi dhe është gjithashtu Muhamedi. Dhe e dyta bie në sy gjithashtu përcaktimi i kohës, dhe thot Isai alayhis salam do vi pas meje. Nëse ata që ishin para tij thonin ose e kishin marrë besën me kush që nëse do dërgonte Allahu madhëruar Muhamedin dhe ata do ishin gjallë, atëherë do ta ndiqnin, ndërsa ky tani thot ai do vi pas meje. Këtë gjë e bëri Allahu madhëruar realitet 600 vjet pas largimit të Isait alayhis salam, siç thot Imam Ibn Kathiri, dhe kjo është koha kur është dërguar profeti ynë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profetësitë e Isait alayhis salam në lidhje me dërgimin e profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam në veçanti dhe po ashtu profetësitë e profetëve të tjerë në përgjithësi kanë qarkulluar në Arabi dhe në Sham dhe në zonat rreth tyre gjatë gjithë kohës që ka paraprir dërgimit të profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Le të përmendim në lidhje me këtë profeci dy raste që i ka ruajtur mirë historia dhe që janë rasti i Murgut Behira dhe gjithashtu pritërit me të cilët është takuar Salman el Farisi. Murgu Behira është një murg në periferitë e Shamit dhe është takuar me profetin ton sallallahu alaihi wasallam para se atij të vinte profecia, atëherë kur ai ishte i vogël dhe shkoi me xhaxhain e tij për tregti në Sham. Dhe kur ata kaluan pran faltores e tij, atëherë ai erdhi në drejtim të tyre dhe u fut mes njerëzve derisa kapi për dorë profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe u tha njerëzve: "Ky është zotëria i botëve." Dhe atëherë njerëzit e pyetën se nga e diti këtë gjë, atëherë ai u tha se ju kur u ngjitën në qafën e kodrës, atëherë thot nuk i mbeti as gur, as pemë, vetëse i ran atij në sejdë dhe nuk bie në sejdë vetëse për një profet. Dhe atë e njoh gjithashtu thot edhe nëpërmjet vulës së profecisë që e ka midis shpatullave. Rasti i dytë është rasti i priftërimeve me të cilët është takuar Salman el Farisi. Salmani është një sahabi me origjinë nga Persia dhe në origjinë ai ishte adhurues i zjarrit me xhus dhe në atë kohë ai bie në kontakt me disa të krishterë në vendet e Persisë dhe kur njihet me fenë e tyre i pëlqen më shumë se feja e tij dhe kështu vendos të ndjek fenë të krishterëve dhe të ndjek gjithashtu burimet e kësaj feje dhe kështu ai arrin në Sham duke kërkuar fenë e Isait alayhis salam. Ai atje takohet me disa priftëri dhe sa herë që vdiste njëri prej tyre e dërgonte te një tjetër, derisa kur vdiq i fundit prej tyre i tha: "O bir, tani të afruar koha e dërgimit të një profeti me fenë e Ibrahimit alayhis salam, pasi feja e Isait alayhis salam dhe profetët para tij kishte devijuar, atëherë thot ka ardhur koha e dërgimit të një profeti me fenë e Ibrahimit alayhis salam dhe ai do të dërgohet në vendet arabe në një tokë mes dy gurishteve të zeza
dhe që ka palma. Prej shenjave të tij janë se e pranon dhuratën dhe refuzon sadakan dhe mes shpatullave ka vulën e profecisë. Nga këto përshkrime, përveç faktit të qarkullimit të atyre profecive para dërgimit të tij sallallahu alaihi wasallam, përfitohen edhe gjërat e tjera, si fakti që ndjekësit e Isait alayhis salam, ndjekësit e fesë drejt të tij, kanë vazhduar të jenë deri në kohën para dërgimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu përfitohet edhe fakti se ata kishin detajet e hollësishme rreth profetit sallallahu alaihi wasallam, karakteristikat e tij, deri edhe gjëra fizike, siç ishte vula e profecisë mes dy shpatullave, dhe gjithashtu ata ndoshta kanë qenë numër i pakët para dërgimit profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse koha mes dy profetëve ka qenë afro 600 vjet, siç u tha edhe më përpara.